Mirëmëngjes, jeni duke dëgjuar edicionin informativ më të bukur vetëm këtu në Radio Travel. Michael Schumacher rikthehet, legjenda e Formula 1 tregon përmirësim në shëndet. Michael Schumacher, legjenda e Formula 1, i cili u lënduar rënd në një aksident me ski 12 vite më parë, po përjeton përmirësime në shëndetin e tij. Burimet të afërta me Gjermanin 57 vjeçar tregojnë se ai tashmë mund të ulet në një karrocë dhe të lëvizë rreth pronave të tij luksoze në Mallorca dhe Glend, duke qenë nën kujdesin e vazhdueshëm të gruas së tij, Corina, dhe një ekip infermierësh dhe terapistësh. Që nga aksidenti në Alpet franceze, Schumacheri është mbajtur larg syve të publikut, duke ruajtur privatësinë e tij. Përkushtimi i familjes dhe ekipi mjekësor ka qenë kyç në këtë rimëkëmbje, duke ofruar legjendës së Formula 1 një kujdes të jashtëzakonshëm dhe të vazhdueshëm. Shkencëtarët zbulojnë një çelës që mund të ndalë osteoporozën dhe të forcojë kockat. Një ekip shkencëtarësh nga Universiteti i Leipzig në Gjermani ka zbuluar se receptori GPR 133 luan një rol kyç në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e kockave të shëndetshme. Rezultati janë kocka më të forta dhe më rezistente edhe tek individët me humbje të masës kockore, si tek minjt me osteoporozë. Studimi i botuar në Nature tregon se aktivizimi i receptorit me substancën AP503 rrit ndjeshëm forcën e kockave dhe ofron shpresë për trajtime të reja për miliona njerëz që vuajnë nga osteoporoza. Ky zbulim i fundit hap rrugën për zhvillimet e ilaçeve të sigurta dhe efektive që mund të ndalojnë humbjen e masës kockore, duke ofruar shpresë për jetë më të fortë dhe të shëndetshme në moshë të shtyrë. Vetëm gjysmë orë më pak ulje çdo ditë mund të përmirësojë energjinë dhe metabolizmin. Një studim i ri tregon se reduktimi i kohës së ulur për vetëm 30 ose 40 minuta në ditë mund të rrisë energjinë dhe të përmirësojë fleksibilitetin metabolik, aftësinë e trupit për të përdorur yndyrna dhe karbohidratet për energji. Studimi përfshirë 64 të rritur të ulur fizikisht me rrezik për sëmundjet e zemrës dhe diabetit. Studimi thekson se edhe një rritje e vogël e aktivitetit fizik gjatë ditës, si ngritja për një telefonat apo një shëtitje e shkurtër, mund të mbështesë shëndetin dhe të ndihmojë parandalimin e sëmundjeve të lidhura me stilin e jetës sedentare. Djali 12 vjeçar nga Shropshire nënshkruan marrëveshjen me Nike fal vizatimeve të tij. Joe, e njohur si The Doodle Boy, ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm për moshën e tij. 12 vjeçari ka nënshkruar një marrëveshje me Nike, ku do të punoj si bashkëkrijues për të nxitur kreativitetin te fëmijët. Joe u bë i famshëm për herë të parë në 2020, ku u përzgjedh për të krijuar një ilustrim të veçantë për dukun dhe dukeshën e Cambridge-it gjatë një turneu mbretëror. Ai filloi të vizatojë që në moshën 6 vjeçare. Prindërit e tij e dërguan në një klub arti pas shkollor, pasi shpesh e shikuan duke vizatuar gjatë orëve të mësimit. Vizatimet e tij filluan të tërhiqnin vëmendjen online kur mësuesi i tij i artit nisi të postonte ato në Instagram. Trashëgimia e Alfie Date, 110 vjeçari që thuri triko me dashuri për pinguinët. Alfie, 109 vjeç, njeriu më i moshuar i Australisë, i dedikoi muajt e tij të fundit të jetës një misioni të pazakontë, shpëtimit të pinguinëve të lëmduar. Gjithçka nisi kur fondacioni i pinguinëve në Phillip Island lëshoi një thirrje urgjente për vullnetar. Ata kishin nevojë për triko të vogla leshi për të mbrojtur pinguinët e vegjël blu pas derdhjeve toksike të naftës në oqean. Edhe pse gishtat e tij nuk ishin më aq të shpejtë sa dikur, Alfie insistonte që çdo trikë të ishte e punuar me detaje. Historia e tij u bë virale duke frymëzuar mijëra njerëz globalisht të ndiqnin shembullin e tij. Alfie Date u nda nga jeta në moshën 110 vjeçare, por emri i tij mbetet i thurur përgjithmonë në historinë e mbrojtjes së mjedisit dhe mirësisë njerëzore. Dhe me këtë lajm kaq të bukur, ne kemi ardhur në fund dhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi sërish nesër vetëm në Radio Travel.